I shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta familjarëve dhe kolegëve, ashtu siç shpresoj të kenë shërim të shpejt dy efektivet e tjerë në Spitalin Ushtarak. Policia e shtetit përballet me sakrificat pa numërta. Mua më vjen shumë keq që kryetari i Partisë Demokratike gjeti rastin me këtë aksident dhe me këtë fatkeqësi të sulmoj mua dhe policinë e shtetit. Unë nuk dua dhe as e shoh të mundur në këto momente të bëj politikë. Unë shumë shpejt do propozoj një amendim në kodin penal, në mënyrë që aksidentet me pasoja në shëndetin apo në jetën e njerëzve të mos quhen më aksidente me pasojë vdekjen, po të quhet vrasje rrugore. Dhe të kenë një dënim maksimal. Me këtë mënyrë të bëjë drejtësi nuk duhet eci më para, sepse nga këta 800 të dehur që i kanë dhënë makinës në rrugët e Shqipërisë, ata që kanë bërë qoftë dhe një ditë vetë me burg janë shumë pak, për të mos thënë fare. E unë këtë e shoh një krizë të thellë që cënon në themel mundësinë e qytetarëve dhe mbi të gjitha punonjësit të policisë të kenë besim se drejtësia në këtë vend bëhet. Me njerëz të dehur që japin makinës, të papërgjegjshëm që nuk kanë gajle as për jetën e tyre dhe as për jetën atyre që shfrytëzojnë rrugën, dhe me gjyqtar akoma më kriminal që i lënë të lirë. Përshtrime familjes dhe të gjithë njerëzve të dashur që la pas, humbje madhe kur policë të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm bien në krye të detyrës. Gjithë duhet të marrin pjesë në këtë dhimbje dhe t'ju urojmë të rrojnë çka dhe pas lënë ratën.